Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikuesi, ku u ritakuam sërish në ciklin emisioneve shpjegimi i haditheve profetike. Jemi me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaja, mirë se erdhë hoxhë nderuar. Mirë se jeta. Me hoxhën e nderuar sot do flasim për hadithin e mbështetjes tek Allahu subhanahu wa taala. Vazhdojmë me tekstin e hadithit, më pas me disa shpjegime të bukura rreth tij. Atëherë hadithin e sotëm transmeton prisi i besimtarëve Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, i cili tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Si kur ju ti mbështeteshit Zotit ashtu siç duhet në të vërtetë, Zoti do t'i furnizonte, ashtu siç furnizon zogjt, dalin nga folet e tyre në mëngjes me gushën bosh dhe kthehen mbas dite apo në darkë me gushën plot." Pra edhe zogu nuk është se ka një plan kush e di se çfarë, por Zoti i Madh ja lehtëson për t'u ngopur, kështu dhe puna e njëri, po ti mbështetesh Zotit ashtu siç duhet, Allahu do të jepte furnizimin në ato lloj formash që ai edhe si ka shkuar apo si ka menduar kurrë që të arrijë në furnizimin e tij, nëse ai me të vërtetë i mbështetet Zotit. Hoxhë nderuar, hadithi flet për veprave më kryesore të zemrës, e cila është mbështetja. Përveç mbështetjes, cilat janë veprat e zemrës që besimtari duhet i përsosë ato në mënyrë që e gjithë zemra e tij të jetë e përsosur në lidhje me Zotin? Atëherë, ne muslimanët besojmë se veprat e njeriut ndahen në tre, le të themi, lloje: veprat e zemrës, veprat e gjuhës dhe veprat e gjymtyrëve. Veprat e zemrës përfshin këtu sinqeritetin, përfshin dashurinë për Allahun, dashurinë për pejgamberin alayhis salam, kënaqësinë, pra me atë që Zoti Allahu është Zoti ynë, përfshin mbështetjen për cilën ne do të flasim, përfshin dashurinë në të madhin Zot, përfshin sigurinë në atë që jemi informuar nga Allahu xhallahu, përfshin dorëzimin, përfshin sigurinë, përfshin si më thënë atë ndjesinë e qetësisë në atë që Zoti i Madh neve na ka shpallur nëpërmjet Kur'anit dhe nëpërmjet hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përfshin shpresën, pra çeljen e dyrave të shpresës, përfshin po edhe frikën, gjithashtu frikën për hidhurimin e Zotit dhe dënimit të Allahut xhallahu, përfshin mallin për të madhin Zot, dashurinë për Allahun xhallahu. Le të themi këto, le të themi në pikat përgjithshme ose në vijat përgjithshme, disa nga veprat e zemrës që besimtari faktikisht duhet ta kultivojë zemrën e tij me to. Pra zemra është si puna, zemra e besimtarit është si puna e tokës së xhenetit. Është e djerë, po shumë pjellore. Dhe në momentin që ne në zemrën tonë nuk do të mbjellim, le të themi, këto virtyte, këto vepra të mira, punë zemre, atëherë në të do të mbillen gjërat e tjera të cilat faktikisht do ta mbushin zemrën me smir, me haset, me mendësi, me inat, me kryenësi, me egoizëm, kështu me radhë. Pra të gjitha këto janë, le të themi, ajo pjesa e mirë, dhe nëse nuk ka, le të themi, bim të mira në një tokë, atëherë do të fillojnë të mbinë barat e këqija dhe zemra do të prishet. Po kështu dhe gjua ka veprat e veta, siç është urdhër për të mirë, ndalimi nga e keqja, këshilla, përmendja e Zotit, të folurit mirë, mos ngritja e zërit, qetësia, heshtja, maturia, të folurit drejt, mos gënjeshtra. Po kështu pastaj kemi edhe veprat e gjymtyrëve që janë për shembull namazi, abdesi, dhënia sadakas, bërja haxhit dhe kështu me radhë. Kështu që kemi tre lloj veprash në Islam dhe imani nuk plotësohet derisa njeriu të sjellë, le të themi, në jetë edhe vepra, jo thjesht të jetë besimi i tij besim zemre, po duhet që përveç zemrës duhet të sjellë patjetër edhe vepra që të quhet besimtar. Pra një vepër që e dallon atë si musliman në krahasim me të tjerët. Pra patjetër duhet bëhet diçka që e dallon atë si musliman. Juve hoxhë e përshkruat pak a shumë zemrën si ajo dhoma e mbushur me dhomza të vogla, ku secila pjesë e këtyre veprave pas ka vendin e vet dhe besimi që i ka ajo drita që e ndriçon të gjithë të dhoma. Pikërisht hadithi flet për mbështetjen. Pra nuk duhet personit të mbështetet Allahut ashtu siç duhet. Çfarë kupton besimtari me këtë? Faktikisht mbështetja në Zotin është përmendur disa herë në Kur'an, për shembull duke u bërë si një kusht i besimit: "Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Mbështetju në Allahut nëse jeni besimtar. Pra një besimtar ka disa gjëra me të cilat dallohet, dhe një nga gjërat me të cilën besimtari dallohet është se i mbështetet Allahut. Thot Zoti diku tjetër në Kur'an: "Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun." Allahut i mbështeten ata që kanë nevojë të mbështeten diku. Allahut i mbështeten ata që kanë nevojë të mbështeten diku. Pra,
nuk ka njeri që shpëton nga nevoja për një mbështetje, për një siguri, për një garanci. Besimtarët ndryshe nga të tjerët mbështeten tek Allahu. Dikush mbështetet tek varri, dikush mbështetet tek idhujt, dikush mbështetet tek zotat imagjinar, ne mbështetemi tek Allahu, tek Zoti i vetëm i vërtet, i plotfuqishëm. Përgjigja e kësaj është edhe në Kur'an, dhe kush i mbështet Allahut, ai mjafton atij. Po, do të vi. Ajeti tjetër kuranor thot i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allahut i mbështeten besimtarët e vërtet. Pra besimtarët e vërtet nuk kanë ku të mbështeten vetëm se tek Zoti i tyre. Melek, profet, njerëz, absolutisht. Mbështetja e tyre është tek Allahu. Pse? Thot Zoti në Kur'an, "Fatawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut." Mbështetu në Zotin, në Allahun, i cili është i gjallë, i përhershëm dhe i cili do të jetë përgjithmonë, pra nuk vdes kurrë. Pra, ne raportin e kemi me një Zot i cili është El-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Pra, i gjallë, i përhershëm, ai që jep jetën gjithçkaje, nuk e merr Zotin as kotja as gjumi. Ky është raporti ynë me Allahun. Pra, ke të bësh me një fuqi, ke të bësh me një pushtet, ke të bësh me një madhështi, ky është Zoti. Atëherë ne mbështetjen tonë e kemi tek i madhi Zot, tek Allahu xhel xhelalu. Për këtë arsye, kush i mbështetet Zotit ashtu siç duhet, çdo thotë me mbështet Zotit ashtu siç duhet. Do të thonë ti e shkarkon veten tënde nga të gjitha forcat, nga të gjitha fuqitë, nga të gjitha mundësitë për të qenë ti ai i cili realizon gjërat. Ti bën sebepet dhe lëvizjet, pastaj ai që e jep dhe e ka suksesin në të vërtetë është Allahu xhel xhelalu. Vetëm Zoti është ai i cili ta jep mundësinë, fuqia e Zotit, pushteti i Zotit, është Allahu ai i cili ta jep intuitën, është Allahu ai i cili ti çel dyert e rrezikut e kështu me radhë. Prandaj dhe kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Për këtë arsye, një besimtar, domethënë e shkarkon, e zhvesh veten e tij nga të gjitha atributet e suksesit në jetë. Ai bën sebepet që ka urdhëruar Zoti, shkaqet, por në fund fare është Zoti ai i cili ja mundson një gjë të tillë. Për këtë arsye thoshte njëri prej dietarëve të hershëm kur jepte për kufizimin mbi tevekkulin, mbi mbështetjen në Zot, thoshte sukunun bila haraka u harakatun bila sukun. Për kufizimi i thot i mbështetjes në Zot është qetësi pas një lëvizje, lëvizje pa qetësi. Qetësi pas një lëvizje, lëvizje pas një qetësi. Pra zemra është e qetë fare, nuk lëviz fare zemra, është ju ka mbështet Zotit, ju ka dorëzuar Zotit, ja ka dorëzuar çështjet Allahut, ndërsa trupi mendja punët nuk pushon kurrë së lëvizuri. Pra është ajo që njihet ndryshe në gjuhën e Islamit me shkaqet, bërja e sebepeve ose shkaqeve. Hoxhë nderuar, ju shumë bukur përmendet, domethënë mbështetjen tek Allahu dhe marrjen e shkaqeve. Si është ky lloj ekuilibri midis mbështetjes tek Allahu dhe marrjes së shkaqeve, se disa njerëz i lënë shkaqet, por disa të tjerë lënë mbështetjen. Po, vërtet. Domethënë një njeri i cili mbështetet në shkaqe ka bërë shirk, se ka lënë Zotin. Ndërkohë që Zoti është ai i cili të jep inspirimin dhe të hap intuitën për të bërë shkaqet. Dhe njëri i cili, si më thën, bën shkaqet pa u mbështetur në Zot, prap edhe ky ka është mbështetur në shkaqe, dhe ai i cili, domethën, mbështetet në Zot pa bërë shkaqet, ky është gafil, është i hutuar, pra nuk e ka kuptuar sensin e mbështetjes së vërtet në Allahun xhel xhelalu. Cila është e mesmja? E mesmja është që ne bëjmë shkaqet, po shpirtin dhe zemrën ja kemi dorëzuar Zotit dhe jemi mbështet Allahut për korrin e suksesit. Dhe shembulli më tipik i kësaj situate, le të themi, është fjala e pejgamberit sa kur dikush e pyeti, a ta lidh devën e ti mbështetem Zotit apo ti mbështetem Zotit e ta lidh devën? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lidhe e mbështetju Zotit. Lidhe dhe mbështetju Zotit. Për këtë arsye të gjithë dietarët e Islamit tonë, ittikhadul asbabi wajibun. Bërja e shkaqeve për të arritur suksese, për të korrë suksese, për të larguar të këqijat nga vetja apo nga familja kështu me radhë, është vajib, detyrë. Pra nuk mund të thotë njeriu i mbështet Zotit, çka të ketë bëj Zoti kismet. Kush flet këtë gjuhë, domethënë ka kundërshtuar Kur'anin, i cili na urdhëron. Është mistik. Po, mistik i humbur. Kurse ai që mbështetet shkaqet, ai është laik. Ai është laik, domethënë, i dhujtar. Kështu që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jeta e tij është e mbushur plot sprova dhe sfida. Në asnjë rast ai nuk ka thënë jam mbështet Zotit dhe pa bërë sebepet, pa bërë shkaqet. Në rastin e emigrimit,
po të analizosh shkaqet që ka bërë pejgamberi sa janë më shumë se 10-15 shkaqe që pejgamberi sa i kanë ndërmarr për shpëtuar le të themi nga kurthet e armiqve. Po kështu në rastin e Bedrit, po kështu në rastin e Uhudit, e kështu me radhë. Pra gjithë jeta e pejgamberit sa është e mbushur me sebepe, me shkaqe që të arrijë suksesin. Mbështetja në Zot është temë vete dhe kjo është temë vete. Për këtë arsye ka dy shprehje, ka tawakkul edhe tawakkul. Tawakkul mbështetja e vërtetë në Zot. Ndërsa tawakkul, do të thonë ti mbështetesh Zotit pa bërë sebepet, që i thonë në gjuhën shqipe teveqel, ke parasysh, një teveqel budall. Edhe me të vërtetë një që i cili nuk bën shkaqe dhe sebepet dhe pret nga qielli, kjo është normal. Për këtë arsye tregohet se Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu e ka parë një që kanë në xhami, një ditë, 2 ditë, 3 ditë. Ka rëndësi se në atë kohë njerëzit në kohën e punës nuk rishin në xhami, në kohën e punës ishin punë. Mirë, po Omer radhiyallahu anhu e ka parë në xhami, i ka bërë përshtypje dita e parë, okay, duke fal namaz. Ditën e tretë ka thirrë, ka thonë po ti, ka thonë jam të adhuru Zot, po thot ku ha, ku pi? Omeri. Tha ku ha, ku pi? Tha vllai im, tham ndihmon, ja tha. Vllai jot është më i mirë se sa ti. Vllai jot është më i mirë se sa ti. Ke parti tha që qielli të sjellë ardh dhe argjend, një rast tjetër të ngjashëm. Pra qielli nuk hedh ardh dhe argjend, pra njeriu duhet lodhet, duhet mundohet, duhet bëjë sebepet që të arrijë. Ama i mbështetet Zotit, po është e vërtetë. Ai i mbështetet Zotit sepse ne themi ashtu siç ka thënë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wala takilni ila nafsi tarfat ayn." O Zot, ma mundso që mos mbështetem tek fuqia ime, tek mundësitë e mia as sa hapem mbyllsyt, pra mbështetjen ta kem vetëm tek ti o Allah dhe tek vetja ime jo. Pra mos të si më thon njeriu do të krijojë besim as tek vetja e tij. Sepse kur fillon të krijon besim tek vetja e tij, mund të prishi më shumë punë se sa të rregulloj, ose mund të ngatroj gjërat, ose mund të dëmtoj gjërat sepse ka filluar të besojë se ai i bën vetë. Ky është gabim shumë i madh. O që ndëruar, disa persona i mohojnë shkaqet, por disa të tjerë marrin shkaqe duke ngataruar, në vend marrin shkaqet halal, mund marrin shkaqet haram. Si e konsideron Islami këtë? Ndërmarrja e shkaqeve duhet të jetë, si më thon, shar'ie, duhet të jetë e ligjëruar në fenë islame. Nuk mund ndërmarrim shkaqe haram. Për shembull, dikush thotë, po mirë, unë dua të fitoj, e ku dëgjon për këtë arsye bëj haram për të arritur paran. Do të shërohet me magji për shembull, ose do të shërohet me shirk, me idhujtari, me gjëra të ndryshme. Themi siç përmendet në librat e dietarëve të Islam, inna Allaha ta'abbadana bil wasaili kama ta'abbadana bil maqasidi. Allahu na ka bërë që ta adhurojmë atë edhe nëpërmjet mjeteve, siç na ka obliguar ta adhurojmë atë nëpërmjet synimeve dhe objektivave. Kështu që ajo që thuhet për shembull le të themi për të tjerët që qëllimi justifikon çdo lloj mjeti në Islam është e papranueshme. Sepse në Islam Zoti sheh edhe mjetin edhe qëllimin. Dhe nuk mundesh ti në emër të qëllimit të justifikosh mjetet e ndaluara, në emër të fitimit, në emër të rrezikut ti të bësh harame. Nuk lejohet kjo në Islam dhe padyshim që kjo bie ndesh me atë që ne po flasim, se mbështetja në Zot do të jetë një mbështetje mbi atë që është e lejuar dhe e pastër, dhe jo të mbështetesh në Zot duke bërë haram, se në momentin që të mbështetesh në Zot duke bërë haram, edhe nëse arrin sukses, ai sukses është i dëmshëm, ai sukses të dëmton këtë botë, të dëmton familjen, të dëmton shnetin, të dëmton botën tjetër. O që dërë për dalë edhe një temë që është shumë kryesore, që është fiku tip, pra jurisprudenca e mjekësore në Islam, disa njerëz e ngatarojnë hadithin e atyre persona që do hyjnë 70.000 veta pa llogarinë në xhenet. Këto janë ato të cilët nuk kërkojnë rukje dhe nuk kërkojnë nuk përdorin djegje nëpërmjet djegjes. Me djegje. Mirë, po disa e keq interpretojnë dhe këtë dhe ato i lënë fare shërimet e tjera dhe mendojnë që duke i lënë shërimet dhe kurimet mund të hyjnë në xhenet. Si është shpjegimi i kësaj? Dietarët e Islamit në raport me shërimin kanë thënë se njeriu në momentin që ka një smundje është i obliguar që të kërkojë ilaçin e saj, pra të shërohet, sepse i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam ka obliguar një gjë të tillë. Thotë në hadithin e saktë, inna Allah lam yunzil da'an illa wa anzala lahu dawa'an fatadawu ibadallah. Tha Zoti nuk ka hedhur smundjen tokë vetëm se ka hedhur për të dhe ilaçin e saj. Prandaj kurohuni o njerëz, mjekohuni. Pra ne jemi të obliguar të mjekohemi, sepse ky trup, ky shnet që na ka falë madhe Zot është amanet. Dhe ky amanet ka disa forma se si mund të ruhet. Një nga format është me dua, me lutje etj, dhe një nga format është duke ruajtur nga haramet, nga gjërat e dëmshme, dhe një nga format është që ne, domethënë, të bëjmë të gjitha sebepet halal për ta ruajtur shëndetin ton dhe për ta ruajtur trupin ton, dhe prej sebepeve halal është të kurohemi,
të mjekohemi nëse jemi të smur. Nëse ne nuk mjekohemi dhe vdesim, ne konsiderohemi tek Zoti i gjithësisë mëkatar dhe gjunaqar. Në momentin që është gjetë ilaçi ose në momentin që është ilaçi, pra kjo gjë nuk lejohet në Islam, flas gjithmonë, sipas Islamit kjo nuk lejohet dhe njeriu është mëkatar. A shkruhet tek Zoti si një që ka vrarë veten apo jo, kjo është çështje tjetër, sepse mund të jetë justifikuar me budallallikun e tij. Pra duhet marrë ilaçe dhe ti mbështetet Zotit. Absolutisht, absolutisht. Për këtë arsye ne themi mjeku kuron, Allahu shëron. Megjithatë dhe djegja e ardhur në hadith. Dhe rukja e ardhur në hadith tregon për atë djegje dhe rukje para islame, e cila kishte lidhje me idhujtarin dhe jo atë që rukja është rukja islame ose ekzorcizi islam. Dietar në këtë kanë marrë disa qëndrime dhe qëndrimi më i saktë është që ndalohet kërkimi i rukjes, bëhet fjalë për ato rukje yshtje shqip, për ato yshtje që përmbajnë në formulat e tyre probleme idhujtarie. Ndërsa për sa i përket djegjes, djegja është njësoj si para islamit si pas islamit, po djegjen përpara islamit e egzageronin në përdorim. Për çdo gjë dignin dhe ta mkosej trupi për arsyen më të vogël. Dhe mendonin që është vetëm djegja që shëron dhe jo Allahu. Prandaj është korrigjuar. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu e ka lejuar që të përdoret në situata dhe sekuenca të caktuara, siç ka transmetime të sakta që ka thënë bëjini kej filanit. Pra bëjini atë kurimin nëpërmjet djegjes. Domethënë që nuk përbën problem kur është e nevojshme. Shkencën mjekësore siç është përdorimi i lazerit edhe shumë lloj të ndryshme. Absolutisht çdo gjë, domethënë sheriati ka sjellë një rregull përgjithshëm që është çdo gjë që është në shërbim të njeriu, të shërbim të shëndetit të tij dhe mbarvajtjes së jetës së tij, Islami lejon. Përveç se nëse ka ndonjë argument të qartë që ka për të ndalesë, siç është le të themi alkooli, siç është mishi i derit, siç është bixhoze kështu me radhë, okay, a është ndaluar, por në përgjithësi, gjithë përdorimi i teknologjisë, i shkencës, i modernitetit, në rastin e shërimit, në rastin e kurimeve, të gjitha këto janë të lejuara, në rastin e transplantit të organeve, në rastin e le të themi e fekundimit artificial, kur bëhet fjalë brenda kurorës ligjore, jo të tjerë, të marrë nga të tjerët, të gjitha këto domethënë sheriati i ka lejuar, pra shpeja i ka lejuar sepse janë në të mirë dhe në shërbim të njeriut. Dhe çdo gjë që është në shërbim të njeriut dhe në të mirë njeriut, derisa nuk ka një tekst që e përcakton gjën, atëherë ka hapësirë të madhe. Dhe ky hadith, faktikisht, duke parë që vetë pejgamberi sallallahu ka lejuar yshtjen, ka mësuar ose ka orientuar që dikujt t'i bëhet yshtje, duke qenë se pejgamberi sallallahu ka lejuar le të themi përdorimin e kejit, pra kurimin nëpërmjet djegjes, do të thotë që nuk që ka ndaluar, po që kanë disa forma të ndaluara, siç është përdorimi i panevojshëm, siç është le të themi kur kanë përmbajtje besytnia apo idhujtarish brenda, atëherë ndalohet. Allahu të shpërblefto. Amin edhe ty. Të nderuar teleshikues, shkëputemi për pak minuta dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit me vazhdimin e shpjegimit të hadithit. Të nderuar teleshikues, ja kur i takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit, jemi me Hoxhën e nderuar Imam Ahmed Kalaja. Hoxhë nderuar, jemi ke hadithi i mbështetjes së besimtarit për punën e riskut. Në hadith përmendet edhe mbështetja, përmendet edhe marrja e shkaqeve. Në cilën pjesë të tekstit posaçërisht tregohet kjo sepse është një urtësi e bukur? Është vërtet, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, sikur ju t'i mbështeteshit Zotit ashtu siç meriton, ashtu siç duhet. Ku është mbështetja në Zot në hadith dhe ku është shkaku? Shkaku në hadith është zogu i cili del në mëngjes dhe kthehet në darkë. Domethënë ai e ka bërë lëvizjen që duhet bëj. Mbështetja në Zot është domethënë inspirimi që i ka dhënë ose i ka fal i madhi Zot Allahu xhelalu zogut se ka, nuk është pa gjë bota, dil. Ai është i mbështet në Zot që del. Ka një mbështetje të fortë në Zot, për këtë arsye kryen aktin e lëvizjes që del. Se po mos ishte i mbështetur në Zot, nuk dilte. Kështu dhe besimtari. Ishte i mbështet në Zot, pa punon, pa vepron, pa ka shpresë. Se po nuk u mbështet në Zot, s'vjen as puna. Po nuk u bë puna, mbështetja në Zot është e dobët, për këtë arsye duhet të ketë koordinim. Hoxhë nderuar, pikërisht kjo simbolika e lidhjes së besimtarit me Zogun është shumë e gjethe dhe shumë e bukur. Por pse pikërisht domethënë është kjo lloj simbolike? Mund të merresh një simbolik tjetër? Është simbolik shumë interesante ngjashmëria këtu mes besimtarit dhe Zogut. E kemi të le të themi është ngjasuar besimtari sipas haditheve me bletën, është përngjasuar besimtari me pemën e palmës dhe është përngjasuar besimtari me Zogun.
shembulli i besimtarit është si shembulli i zogut. Pse pikërisht tek shembulli i zogut në hadithin tjetër që dalim pastaj tek hadithi i sotshëm, se e ke parasysh kur e kap një zog, çfarë ndodh? Gjëja e parë që të vjen re në dorën tënde është zemra e tij. Ka një zemër që rreh fort, kështu është dhe zemra e besimtarit, rreh fort për Zotin, dhe rreh fort për mallin që ka për pejgamberin alayhis salam, rreh fort se shpreson xhenetin, rreh fort se i friksohet zjarri i xhenemit. Dhe në këtë hadith vjen pikërisht ngjashmëria me zogun, se nëse ka diçka që, si më thën, le të themi kafshët e tjera që janë, le të themi, me këmbë në tokë, kanë arsye, për shembull pulat, gjelat, lopët, delet, le të themi kafshët e egra në pyll, kanë arsye sepse kanë të mundur gjithçka dhe është për rreth tyre, dhe Zoti i Madh i ka inspiruar, u ka dhënë një lloj, le të themi, inspirimi që ato të dinë se si, kurse zogu në folë e lartë është komplet gjë tjetër. Dhe vjen pikërisht shembulli për të thënë se besimtari nuk e humb kurrë shpresën prej Zotit, edhe sikur të ishte pas një lloj, le të themi, sebepi të fortë, prap ai ka sebepin kryesor që është Allahu. Për këtë arsye le të themi Allahu musabbibul asbab. Allahu është ai i cili i bën shkaqet. Allahu është ai i cili i vend në lëvizje shkaqet. Allahu është ai i cili e orienton njeriun tek shkaqet. Kështu që besimtari në këtë rast nuk e humb shpresën prej Zotit dhe del çdo ditë për të punuar siç del dhe zogu çdo mëngjes nga foleja e tij. Dhe Zoti i Madh, duke qenë se është mbështet në Zotit dhe i bën sebepet, ja mundson atij që kur të kthehet në darkët në shtëpi, të kthehet me ushqimin e duhur për veten e tij dhe për familjen e tij. Pse? Sepse ky njeri ka bërë çfarë duhet bëjë njeriu. Pjesa tjetër i takon Allahut, pjesa tjetër i takon Zotit. Pra, po në thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një fjalë tjetër, nëse ju do t'i mbështeteni Zotit ashtu siç duhet, Zoti do t'u ambulojë të gjitha gjërat. O men yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu. Kush i mbështetet Zotit, Allahu do t'i mjaftojë për gjithçka, do t'ia plotësojë gjithçka, do t'ia realizojë gjithçka. Pra ne mjafton ta kemi besimin e fortë tek Zoti dhe të bëjmë lodhin dhe mundin ton, le të themi sebepet njerëzore, shkaqet për të arritur suksesin, pastaj wa ma tawfiqi illa billah. Suksesi është në dorë të Zotit. Dhe Allahu ka premtuar që kush lodhet, kush mundohet do t'i japë. Për këtë arsye, Zoti kur foli për rrezikun, çfarë tha? Wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Në qiell është rreziku juaj dhe çfarë është premtuar për ju. Në qiell me kuptimin e shkruar. Po çfarë tha për ne që jemi në tokë? Tha fesau, lëvizni në tokë, shpërndahuni në tokë. Për çfarë? Për të kërkuar rrezikun e Zotit. A është i shkruar në qiell, po Zoti e ka lënë në tokë. Atëherë ne duhet ta kërkojmë, ne duhet bëjmë sebepet. Pra njeriu duhet bëjë gjitha shkaqet e sakta për të arritur atë që është fshehur për ne. Ashtu siç bën zogu, shkon këtu atje gjithandej për të kërkuar krimba, për të marrë fara etj, edhe ne e bëjmë këtë gjë me sebepet. Pastaj taufiku është në dorë të Zotit, pra si më thon, suksesi është në dorë të Zotit. Po historia e Sulejmanit alayhis salam me atë milingonin, e cila domethënë tregon për çështjen e rrezikut apo për planifikimin e rrezikut. Kjo është histori e bukur. Sulejmani alayhis salam, ndryshe nga profetët e tjerë, ka komunikuar edhe me kafshët. Ndoshta i ka ndodhur një profeti në sekuenca të caktuara, po jo gjithmonë, ndërsa Sulejmani alayhis salam ka pas një komunikim të vazhdueshëm pa dinte dhe gjuhët e kafshëve. Dhe tregohet, le të themi nëpër libra, thuhet që e pyet një milingon Sulejmani alayhis salam sa kokra gruar të duhen për një vit. Dhe i tha milingona 2 kokra grur. Dhe Sulejmani alayhis salam e mori dhe e futi në le të themi një kuti dhe i la 2 kokra gruri. Mbas një viti vjen për ta hapur kutinë dhe e gjen që le të themi milingona kishin ngrënë vetëm 1 kokër gruri. I thot Sulejmani alayhis salam, po a the 2? Tha 2 kur i mbështetesha Zotit. Po kur e morë ti situatën në dorë, mendova gjë tjetër. Planifikoj. Çfarë planifikoi? Ja Sulejmani mund të harroj, ja Sulejmani mund të vdesi, etj, atëherë bëri planifikimin. Besimtari është mes kërkimit të rrezikut dhe mes mos shpërdorimit të rrezikut fituar. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, wa kulu washrabu wala tusrifu. Sikur po na thot Zoti, një prej shkaqeve që u amban juve rrezikun dhe u haruan bereqetin nëse mos shpërdorimi i rrezikut. Për këtë arsye kemi ne arsyet se si të fitojmë rrezikun ose shkaqet që na ndihmojnë për të pasur rrezik të bollshëm, furnizim të bollshëm, sa rrezik
mund të marrë konnotacion negativ, edhe një nga këto shkaqe është mos shpërdorimi, domethënë mirë menaxhimi i këtij risku, pa i këtij furnizimi që na ka fal i madhi Zot. Si ruhet risku? Dhe prej formave që ruhet risku dhe shtohet risku është mos ta shpërdorosh, mos ta keq përdorësh këtë mirësi që të ka fal i madhi Zot dhe të bëj njeriu llogarit edhe për ditët më të vështira. Për këtë arsye kemi atë që quhet ne domethënë rezervimi, si më thën, depozitimi etj. Njeriu duhet të bëjë llogarit më të këqija. Dhe shembullin më të bukur për këtë na ka dhënë Zoti në Kur'an me rastin e Jusufit alayhis salam, i cili tha do të korrim kaq kohë, do të ruajmë etj. Jusufi alayhis salam diti se si të menaxhoj prodhimin. Pra nuk i la njerëzit që të denden sepse do të vinin edhe vite zije. Për këtë arsye, kurse i këtu dhe ruajti farat në vete në mënyrë që vitin që do të kishte shi të mbillnin edhe pastaj ta shijonin mirësinë e Zotit. Hoxhë nderuar, ne e përmenem dhe në një emision të kaluar në lidhje me atë që risku i shkruhet njeriu që kur ai është në barkun e nënës. Por se në një ajet kuranor Allahu thotë sikur juve të ishit besuar dhe të ishit ruajtur për gjunafe, ne do i furnizonin juve nga qielli dhe nga toka. Si të bëjë besimtari tani dallimin midis asaj që risku është shkruar dhe ai duhet të kërkojë riskun, sepse disa njerëz duke menduar që risku është shkruar lën shkaqet. E disa të tjerë duke nuk e dinë që risku është shkruar, e kupton, e heqin mbështetjen fare nga Zoti. Edhe merren vetëm me shkaqet. Por themi ne që çdo gjë është e shkruar, gjërat janë shkruar në bazë të dijes së Zotit se çfarë do të bëjmë ne. Pra Zoti e ka ditë se çfarë shkaqesh do të bëjmë dhe çfarë do të realizohet nëpërmjet këtyre shkaqeve. Pra nuk është diçka që Zoti pret ta bëjmë ne e të shohim rezultatet. Kështu që nuk ka përplasje mes tyre. Pra bërja e shkaqeve është diçka që Zoti e ka ditë dhe e ka shkruar. Kështu që njeriu nuk ka pse të anojë tek njëra as tek tjetra, po të jetë mes të dyjave. Bën shkaqet, i është mbështetur Zotit, i është mbështetur Zotit duke bërë shkaqe. Hoxhë nderuar, cilat janë veprat të cilat njeriu duhet i bëjë me qëllim rritjen e mirësive të Zotit ndaj tij, rritjen e riskut, rritjen e bereqetit dhe bekimeve të Zotit ndaj njeriu. Atë gjëja më e rëndësishme është ajo që u përmend pak më herët, është devocioni për kushtimin ndaj të madhit Zot. Nëse ata me të vërtet do tregoheshin të devotshëm ndaj Zotit, Zoti do të derte mbi ta, si më thën, begatit e qiellit, pra shi të bollshëm, edhe begatit e tokës, pa do të jepë Zoti mirësi nga të dyja anët. Prej gjërave interesante që ka përmend po ashtu Allahu Zoti në Kur'an është وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kush i friksohet Zotit, Zoti do japi një zgjidhje dhe do ta furnizojë nga rruga që ai nuk e pret. Ky ajet faktikisht flet për një situatë shumë, le të themi, delikate në raport me rrezikun, kur njeriu sprovohet për të fituar rrezik prej haramit. Zoti thotë, kush i friksohet Zotit, Allahu do të japi një zgjidhje tjetër. Jo vetëm kaq, po do t'i çelë atij disa rrugë furnizimi që ai s'e ka menduar kurrë. Pra ndonjëherë mund të shkojë jeta e njeriu në një situatë sprove të tillë që, si më thon, të ofrohet harami dhe duket sikur s'ka halal, ose harami është shumë i lehtë dhe halali është shumë i vështirë. Dhe njeriu ndodhet në një dilemë mes të dyjave. Nëse i friksohet Zotit dhe nuk e bën haramin, Zoti do japi një zgjidhje tjetër. Jo vetëm që do japi zgjidhje tjetër, po do t'ia çeli rrugët dhe do t'i japi, domethënë, furnizim nga rrugë që ai nuk i ka menduar kurrë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran min. Kush e lën diçka për hatër të Zotit, Zoti do e kompensojë me diçka më të mirë se sa ajo gjë që ai ka lënë për hatër të Zotit. Kështu që nganjëherë njeriu, domethënë, më vërtet mund të provohet, po lëre për hatër të Zotit, hiq dorë për hatër të Zotit dhe ke për ta parë se si Zoti më. Pra, e para gjë është devotshmëria për ushtimin ndaj Zotit. E dyta gjë, largimi nga ato gjëra të cilat, si më thon, largojnë rrezikun nga jeta e besimtarit, siç është për shembull shkëputja e lidhjeve parafisnore dhe e kundërta e saj, që shtojnë rrezikun e besimtarit, siç është ruajtja e lidhjeve parafisnore, ruajtja e lidhjeve të gjakut. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin sa ka thënë, kush dëshiron që t'i çelë Zoti dyert e rrezikut për të, le të mbaj lidhjet e gjakut sa më të ngrohta, sa më afër, domethënë, me gjakun e tij dhe me farefisin e tij. Po kështu prej shkaqeve, le të themi, që ndihmojnë në çeljen e rrezikut, në afrimin e rrezikut dhe në bollikun e njeriu në jetë, është duaja dhe lutja. Pra nuk ka si duaja dhe lutja, sepse
fundit me dua dhe me lutje çelën dyert e qiellit dhe mirësitë e qiellit. Për këtyre gjërave është bërja e dhikrit sa më shumë. Pra përmendja e Zotit sa më shumë ose salavati në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është një nga le të themi dyert e mëdha të rrezikut. Gjithashtu është istighfari, pra ti kërkosh falje Zotit, sepse mund të jenë mëkatet tona ose mund të jenë gjunat tona shkak që na është penguar furnizimi. Siç tha Nuhu alayhi salatu wasalam, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midraran yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara. Ju thash, kërkojeni falje Zotit tuaj, se Zoti juaj është falës. Nëse ju i kërkoni falje Zotit, Allahu do t'ju japi furnizim me fëmijë, me pasuri, me kopshte, me mirësi dhe me begati dhe do t'ju hedhi shiun nga lart dhe do t'ju japi xhenete, pra kopshte nga poshtë. Prej shkaqeve le të themi që ndihmojnë ose si më thon afrojnë rrezikun dhe e bëjnë të bollshëm rrezikun e Zotit është leximi i Kuranit. Ka sure të veçanta të cilat tregojnë në hadith profetike për rritjen e rrezikut kur lexon këto sure? Faktikisht është një hadith i dobët për surën Al-Waqi'a, që kush e lexon surën Al-Waqi'a çdo natë, Zoti i Madh nuk e lën këtë njeri të varfërohet, por faktikisht si hadith është hadith i dobët. Faktikisht kjo vlen për gjithë Kur'anin, sepse Kur'ani është fjalë e Zotit. Dhe aty ku është fjalë e Zotit ka vetëm se mirësi dhe begati, ka bekim. Për këtyre shkaqeve që janë përmendur gjithashtu në hadith është të ngrënit bashk. Kur njerëzit hanë bashk në shtëpi, ka bereqet dhe ka marrësi dhe kjo është më e mira, pra që njerëzit bashkohen të afrohen njëri tjetrit. Një prej formave që le të themi ose prej shkaqeve që ka premtuar Zoti në Kur'an që na shton rrezikun të furnizimit është sadakaja. Pse? Sepse Zoti ka premtuar që sa herë që njeriu jep sadaka, do t'ia kompensojë atij 10 fish apo më shumë, si në këtë botë edhe në botën tjetër, edhe më shumë. Domethënë kur ti jep sadaka, kur ti jep lëmosh, si tha pejgamberi ose ma naqasa malun min sadaka, nuk paksohet, nuk paksohet pasuria e njeriu kur ai jep sadaka, kur jep lëmosh faktikisht nuk paksohet. Prej gjërave gjithashtu që le të themi ndikojnë në shtimin e rrezikut dhe pasurisë është bamirësia ndaj njerëzve në nevojë, siç është rasti për shembull kur dikush ka një nevojë, ka një problem, ka diçka dhe ti i gjendesh atij. Pra jo thjesht sadakaja me para, por në çdo lloj forme tjetër. Kjo ndikon që të çelet rreziku dhe furnizimi. Gjithashtu mirësjellja ndaj mysafirit ose mikut kur na vjen në shtëpi, brenda le të themi mundësive pa kaluar njeriu në dëmtim të vetes, se ka njerëz që ndoshta do dëmtojnë veten për të mirëpritur mikun, kjo nuk është e pëlqyer në Islam. Brenda kufive të mundurës, atëherë me ato mundësi pritet miku thon el judu min el mawjud. Bujaria është për asaj që ke, jo që njeriu jetë kellet. Pra jo që njeriu të ngarkohet atë marrë borxhe se po i vjen dikush. Për çasteve të veçanta është muhabet tjetër, por po flasim përgjithësi, kjo duhet të jetë tradita besimtarit, për këtë arsye dhe Zoti i Madh përmend historinë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Le të themi këto janë disa nga shkaqet për kujdesen ndaj jetimit që mos ta harrojmë, për kujdesen ndaj jetimit gjithashtu është për shkaqeve që i çel Allahu xhallahu njeriu rrezik dhe furnizim nga forma dhe nga mënyra që ai nuk e pret. Arabët hoxhë kishin një shprehje të bukur, domethënë kush përkujdeset dhe respekton nënën dhe babën, padyshim që Zoti i tij do t'i japi rrezik në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Po, është vërtet, edhe birrul walidain, pra respekti, nderimi, kënaqësia e prindërve çel dyert e rrezikut dhe të furnizimit, sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë ridallah fi ridal walidain, kënaqësia e Zotit është kur prindët janë të kënaqur. Pra nëse ne arrim të fitojmë kënaqësinë e prindërve tan, Zoti është i kënaqur prej nesh. E nëse Zoti është i kënaqur prej nesh, Allahu robën që është i kënaqur prej tij nuk e lën të vuajë. Hoxhë nderuar, por të kundërtat, ato të cilët e shkatarojnë rrezikun e njeriu, pasurinë e njeriu. Prej gjërave që e shkatarojnë rrezikun dhe furnizimin e njeriu është dalja e tij nga rruga e Zotit, mos falënderimi i Zotit, përdorimi i mirave të Zotit në harame dhe në gjunahe. Le të përmendim, si më thënë, më specifikisht mos falënderimi i Zotit. Mos falënderimi i Zotit, siç tha ai në surën El-Kahf, tha tha po të ket, ose siç tha Karuni, e kam bërë me djersën time, me mundin tim. Kjo është shkatron. Prej gjërave që shkatrojnë është le të themi immoraliteti. Në momentin që futet immoraliteti në një le të themi institucion familjar, shkatrohet bereqeti dhe shkatrohet marrësia në atë familje. Kamata, pavarësisht se duket sikur fitohet, sikur ka para, thot Zoti yemhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allahu xhallahu e shuan bereqetin e kamatës, ndërkohë që e shumëfishon bereqetin kur njeriu jep
sadaka, bixhozi, është prej gjërave që shkatrojnë bereqetin dhe marrësinë, ose le të themi furnizimin. Pra njeriu mund të ketë, sot mund të jetë njeriu më i pasur me një bixhoz e lën çdo gjë aty. Dhe pi alkolike. Domethënë njeriu mund të ketë me humb mendja e tij dhe mund të bëj veprime, mund të hedhë firma, mund të bëj duke qenë se ai nuk është i vetëdijshëm për atë që bën. Për këtë arsye më kot Zoti i Madh i ka ndaluar këto gjëra, jo vetëm për ato që ne dim, po edhe se kanë të bëjnë edhe me mbarsinë, me bekimin dhe me furnizimin e njeriu të jetës së kësaj bote. Allahu të shpëlbojë. Amin edhe ju gjithashtu. Të nderuar të shikues, ishim me Hoxhën Ahmed Kalaja, i takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.